Në SNS personin e kam bërë pasur që do bëjnë automatikisht. Where is your assistance? Si vendosim pas këtu i lut. Kemi në Rom. Tani kemi prerë 2 biletat e trenit edhe do ikim te stacioni. Do gjejmë trenin tonë për në termini dhe Airbnb-a që kemi është shumë afër me... Hajde, po këtu është Shpejtoni te binari 3. Se më kishte marrë malli. Dhe te treni. E shikoni atë zotrin aty? Pala, ja ku është. Nisëm apo jo? Jo. Lëvizi treni e ngjitur edhe më duk se për një. Nuk kemi shumë të lodhur edhe pse unë jam totalisht në byrë gjumë. Por të më rrim një herë edhe kështu. Se erdhët në shtëpinë tonë në Rom. Kjo është hyrja. Ky pallati është shumë i vjetër. Dhe ky është emri i suitës tonë. Se jemi të lodhur. Tani këtu është rëmuj, po thjesht apo të krijuar ju një ide në qoftë se do t'ju duhet, sepse unë do t'ju vendos linkun aty. Është afër me stacionin e trenit sepse ne kemi fluturimin shumë herët. Ka detaje shumë të lezetshme. Këtu ngjitesh, këtu është tualeti. Edhe ka goxha hapësirë. Këtu është kuzhina. Është shumë modeste si shtëpi. Por ende dhoma jo në gjumit. Po shikon Grinçin Pieri. Sa bukur, sa dritë e bukur. Të shohim ç'a bëhet këtu edhe të bëhemi gati. Okej, tani po shplodhem. Bëm gati, kam vendosur këtë headpiece, headband, head something dhe kam upsi. Nuk e di ku t'ju alë kamerën që t'ju tregoj veshje, po do arranxohemi. Mora një triko në çdo rast dhe kam veshur këtë fustan kështu më ndafsh, edhe këto këpucët e kuqe, edhe kam vendosur këtë headband, headpiece, nuk di si ta quaj, por yes, është ky vibe për ditën e sotme. Okej, Airbnb në fakt duke qik me madhe në foto, por është okej. E ka locationin shumë fantastik, sepse është 10 minuta nga stacioni trenit edhe pothuajse afër me Koloseun. Kështu që ikim. Mama, lule! Uj! Wow! Na ka marrë shumë uria, edhe do ikim tani të hajmë. I quam ato pazare tek shtëpia, edhe kjo është lagja jonë, praktikisht. I ngjitëm njerë neve këto shkë. Ha? Ja. Do hecim? E një surprizë për ty. Qa surprizë? Oh my god. Si Katy Perry në hapësirë. Shumë e do shumë. Shumë. Ty o? Jo, lule. Shumë. Ai ke qef. Unë jam një gocash. Më pëlqejnë gjërat e bukura. Çka merrem më? Come il sole e una stella, siamo luce che cade dagli occhi. Tashi është ora 12 këtu, imagjino ne jemi çuar që në orën 3. Mendoja që do ishte ora 1:07 pas dite. Ndërkohë shikoni këtu. Sot do rim këtej afër lagjes tonë, domethënë nga Koloseu. Çpari më kapi syri një bar që lexonte Trieste. No, më duket që ka një gjë vintage. Ta shohim me Terezi. Come il sole, stella. Filloi të gumërzi qyteti, se ishin sot janë Pashkët, edhe rrugës për ne po shpirt. Po, kjo. Tani, unë do t'ja tregoj vendet që ne do futemi. Këtu po ulemi për momenti. Më pëlqeu muzika dhe tash që ishte plot. Edhe kështu me njerëz, muzika kështu pak si Y2K. Jetëm një vend gëzuar, Pier.
Bashkë. Ma ullë. Ku të ulem? Me ty? Erdha. A ti tu. Okej. Nice, cosa segna? Lëngës. Jo, është me alkohol. Vënd tash I vogël dhe është I bukur literalisht plot. Nuk gjetëm dot vënd aty për jashtë. Mos ka gjë. Mund ta hash, mos prish. Ka morën, I provojmë. Veç u bëjmë dua pata. Morëm këtu një akullore për pjerushin se e donte, po kam provuar më të mira në Romë. Po pjerushi e donte, kështu që sa e bukur kjo këtë fjarë të lodhet kur Koloseu. Edhe kjo pamje që nuk më lodhet kur. Eksaktësisht kjo pamje. Vazhdo ti para të Nuk e di nëse do mundem dot që t'ja shpjegoj dhe vetes time ndjesinë që më falë Roma, por mbi të gjitha ndjesinë që ndjej sa syt më kapin një pamje të Koloseut dhe kësaj radhe ishte realisht më afër me Airbnb nga çfarë unë imagjinova dhe mund të kemi ardhur ditë për ditë te Koloseu të paktën këto 3 ditë. Copsa historie që nuk e di. Pasi kam jetuar diku në Romën e lashtë në të kaluarën, këtu ishin tek lagja dhe po hanim akullore dhe po pinim nga një Aperol Spritz. Ergysi më bënte foto, më pas ndodhi një incident ku Pieri rrëzoi pijen time dhe aty kishte shumë zoq dhe trëmbi njëri nga zoq dhe njëri nga zoq të përplas me një person që ishte përballë. Kjo ishte dita e dytë, veshëm dhe thjesht dolëm, ishte aq ngrohtë, aq bukur. Edhe mendoj që dhe veshja ime I përshtatej aq mirë asaj dite të bukur të mrekullueshme në Romë. Këto klipe kanë qenë pa audio, prandaj ju po I shihni me voice over, por tani unë dua që t'ju lexoj një poezi. Poezi nga Ismail Kadare që çuditërisht ka titullin më të bukur. Në Romën e mesnatës. Në Romën e mesnatës, në shiun e butë, herë të zverdhur, herë bleruar, herë të përflakur nga reklamat, kërkojmë në labirintin e qendrës një kujtim mesjetare. Ku erdhi me shërbim 5 shekuj më parë Kastrioti. Ja rruga, bujtina e errët, shkel mbi kaldrëmin e lagët. Si ti qemetoj, pemët e tingullta të trokut të kalit të tij shpërndar, aty këtu nënshi. Pim një kafe. Nuk e mbaj mend se kishte emrin e kafja shefti, harrova të t'ua tregoja. Jemi në një park që ndodhet pas Koloseut. Hajde. Shpirt erdha. Edhe thamë që do ta marrim ditën shumë chill. Do rrim këtej, pastaj do ham drejt diku. E di sa nxehtë që është, ju nuk e keni iden. Ka që ngrot, na? Vaj pak.
Shqipëri beti këtu. Do shkrijem janë të sisua. Caduti in fama assai, io come faccio ancora a ti scusare? Chi mi dice che non torna, occhio di mano, chi mi dice che andrà tanto zitto qualche notte. Bëm një kuror. Doble lule. Hajde! Djalimi mamës! O shpirë! Tu? Një keme bravo! Bravo! Më të gjata! Shumë të mira i ke marrë. Shumë të mira. Dua plot, ik merr plot me buqin. Hajde! Ikim. Blini 20 copë që ta mbaroj. Ne vendosa kurorën dhe them drejtë nuk kam ndërmend që ta heq. Në ullëm këtu. Thjesht jemi shumë afër me lagjen tonë, ja. Këtu jemi neve diku. U kthejmë nga Xhiro, tash ulëm te ky restoranti që duket nuk ka dhe shumë lëvizje. U futa dhe te ky dyqani vintage këtu, Blue Goose. Edhe kishte gjëra kështu goxha, po asnjë masën time ishin. O Gys, këtu ishin një palë Jimmy Choo. Një palë sandale, ishin 100 ca, po për tani në verë, më pak tak, po jo për dita, po shumë bukura. Tani, unë do ri këtu, do pres të vi të marrë, do bëjmë porosit dhe do shkoj pak në tualet se ngorë. Jo, do ikim, hajde. Ne shkojmë vrap në shtëpi, ndërruam, se kishim djerësit. Dhe tani një nga gocat e mja në Instagram më shkruajti që hapur një park që dje dhe jemi me shumë shtat. Por shkëm ta vizitoj, që të 2,4 kilometra larg nesh. Dhe nuk kam shumë bateri tek mikrofonin, se nuk do ju flas, do t'i lë pamje. Qoftë me kamera, qoftë me celular. Po thoshim të dy me Ergysin që Pierre, kjo mund t'jetë udhëtimi i parë jashtë vendit ose brenda, që Pierre ka shijuar shumë. Ha? Edhe kemi lërë, domethënë ka pasur momente, nuk e mohoj, që kemi pasur shumë momente nervozizme, sidomos ditën e parë, por pastaj thjesht e kupton si duhet ta. Po, sa ta ambientohet pak. Dhe i them Ergysit të zot në jep shëndet. O zot. Kjo kameriera që në shërbëjmë më që ka kondore legjes. Që ka këtu tek Piazza dei Zingari. Edhe i thash Ergysit që Pieri do t'i shijoj, domethënë imagjino çdo herë më shumë. Sa do nitet, do kuptoj më shumë. Do jetë edhe ai me menaxhueshën për ndesit e veta. Po jetë. Jam shumë i njohur për këtë udhtim dhe për të gjitha gjësit që ky qytet na jep. I rikthehesh Romës? Edhe unë. Edhe një fundjavë. Problemi ishte që ne zgjodhëm kaq shumë ditë, nga që ashtu ishte, s'kishte fluturime dhe na u desh që ta zgjidhnim në këtë formë. Por edhe një fundjavë Roma mund t'i bie shkryqe tërthor, pa pasur nevojë patjetër të hypësh në taksi, se një qytet nuk e shijon dot nëse nuk e prek, nuk e ecur, se këtu çdo rrugit, çdo cep, çdo gjë është e mrekullueshme, nuk e di. It's a real qytet. Rritëm tek Roseto komunale, por si duket pas kanë gjitha shkollat e qyteteve të Italisë ekskursion, se kanë qenë pushim, si duket, dhe vetëm me grupe kështu, me grupe nxënësi, edhe është masiv, shifra tregoj pak. Nuk e di, ky qytet më mahniti fare. Ri, kur të rritesh ti mami, po të kesh qef, hajde studio këtu në Romë, okej? Se pastaj të ndjekim dhe neve ty. Po, hajde studio jurisprudenca si Buçi.
Është hapur vetëm një pjesë edhe është në orar të caktuar, Roseto Komunale, edhe është si kopësht botanik, edhe janë lloje lulesh të ndryshme, të gjitha kanë emrat e përcaktuara. Dhe është vetëm me lloje trëndafilash. Pa? Rozafati? Prisni. Janë vetëm me trëndafila, lloje të ndryshme trëndafilash, këto të përmetit. Ku është Rozafati? Ku I ka të shkruar? E theti Rozafati që është I ngjashëm me atë? Kush është nga përmeti e di që këto janë fiksi ato trëndafilat tanë. Është një kopësh vetëm me lloje të ndryshëm trëndafilash. O Pieri, mami është nga qyteti trëndafilave, e di ti? Do më në Rom sa herë të vish do zbuloke në një gjë. Është ky parku këtu dhe është antikiteti atje. Pritet sa autobuza të shekullit e 21, por nëse nga di. Qa ndjesi e fantastike. Edhe një akullore të fundit tek Fata Morgana Gelato. Dhe pastaj do shkojmë të marrim një panine se këtu sheshi që ka super fine. Dhe sot nuk kemi këto dita si panine trattoria dhe osteria. J'ai même pas ce mec, tu vois. Ça doit caïn. Quand mon amour. E fami? Mais après, quand tu leur casses les sentiments, genre, là, c'est un match. Let! Shijoje! Kush ka bateri? Jo. Është atuj. Ka kordhur shumë kohë përpara. Nuk ka një shko. Është Shën Maria. Ka Jezusi të tore. Qato? Do një libër. Hajde shikojmë. Hajde ullu. Ti me ke frikë. Tak, ja byłem pod warunkiem, że nie widział przystanku, a tak zatrzymał się i ktoś sobie chyba podszedł do drugiej od tyłu. La diga cerche mette l'uternare. Io stavo vicinata, caduti in fama assai. Io come faccio ancora a te scusare? Chi mi dice che non torna? Occhio Facciamo bene! Si, ça fait. Premier piscine. Hajde ma. Gianni, lui parla inglese, così si esercita in inglese. E io dico no Valeria, Pritë të përqafojmë njerëz, se s'kemi as 1 të 3.
Ulisha, Oliba. Hajde na të shpinë. Hajde, kamera. Na kamera. Hajde. Oliba. Ma të do. Hajde shpinë. Ashtu këta. Mos prej se mos prej se do të robat. Iki. Jam pa gjumë prap. Kjo ishte premtim dhe vetes time që nuk do pres më bileta të mëngjesit dhe është të plotshme. E ti sa shumë gjëra kemi lënë pa ju treguar? First things first. Të tregojmë atë historinë në sekond. E keni parasysh atë gjatë klipit, keni parë një tip osteria, nuk e di çfarë ishte, apo trattoria apo ristorante. Martino. Dhe unë mora kamerën se ishte interiori shumë i bukur siç e patë dhe i thash atij djalit e Banaku që mund të filmoj pak, i thash sepse më pëlqeva shumë. Okej, filmova unë dhe pastaj po bëja 2 foto me telefonin tim, edhe më tha muaj, çfarë blogu ke, më tha muaj që të shoh. Faleminderit, i thash unë, i dhash emrin dhe më bëri follow. Se mora vesh kur kush ishte, se si duket në atë moment mendoj që në disa accountet të huaja dhe nuk është se kishin foto apo një profil të hapur, por nejse, kjo është e paraqitshme. Dhe nejse, mbaroj aty, ne filluam të hanim drekën tonë dhe pastaj na sollën një dhuratë Compliments of the Chef dhe na solli një gjë që ishte specialiteti atij restorantit, ku ulëm, që ishte shumë e mirë dhe normal kënaqem se kush të fal diçka aq më tepër, nuk e di, më duk shumë veprim I loved it. Po ti? Po, të ulet mami tuti të rish këtu që të xhiroj pak? Të vi mami aty? Sepse unë nuk është se i thash atij që do që të postoj diku, nuk e bëj kur. Never, domethënë nuk ndodh. Dhe pastaj, okay, mbaruam, morëm dhe ëmbëlsira. Edhe kur erdhi fatura, kishte bërë pothuaj, kishte bërë 27 euro ulje, thoshte atje. Thoshte skonto. Kush ta bën ulje? Aq më tepër këtu. Domethënë praktikisht ai, me specialitetin ai e tha që ishte dhuratë, domethënë, po as ëmbëlsirat, ne morëm tiramisu edhe cheesecake. 3 domethënë, dhe nuk e kishte vendosur te fatura, e kishte bërë aty. Domethënë, nuk e di. Me lashje shumë të mirë. Na ndodhi pastaj me një restorant tjetër që tjetër për tjetër ishte fatura. Por që, hello, s'ka problem. Duhet të flesh shumë, e zi për stiki në shtëpi tani. Po këto, neve, në fakt, në fakt, neve mund ta kishim bërë, ta kishim mësimin në darkë. Po ju të shkote shumë. Po e gusti tha. Ishin 2 ditë po, dhe dita 3 niseshin darkë. E vërtet. Po, shkote too much. Sa që Roma nuk ka nevojë për ai shumë ditë. 3 ditë max është perfekte. Imagjino të sërrollate gjithë ditën në Romë, që është aeroport në Pjerë. Na ka ndodhur kur jemi kthyer nga Sicilia që ishte udhëtim nga ora 11 e darkës, u shty dhe fluturimi, e mbani. Ka qenë i vogël. O zot, tamam. Së vjeç, 2 vjeç, 3 vjeç. Shijuar shumë. Pierre, kush është qyteti jot i preferuar këtu në Itali? Romano. Veni, vici. Të dua kaq shumë. Më doli. Të dua shumë. Ullë shpirti mamit, o ere mire mamës.
Në fund nga cëmova këtë. Jam kënaqur vërtet. Shumë. Tani po mendoj ta mbyll këtë vlog. Nuk e di fare se çfarë kam regjistruar, uroj që të shihoni shumë këto copëzat vogla. Rruzi. Nëse nuk e kuptoj s'kaq. Të gjithë ti. Për mua shumë e rëndësishme që të filmoj se këto ngelen kujtime dhe janë të filmuar të gjitha momentet më të bukura që mund të kemi kaluar, se normalisht dihet që janë copëza dhe i rikthehem dhe i shikoj dhe unë në YouTube. Uroj që ta shijoni dhe uroj shumë që kush nuk e ka vizituar një ditë të ketë mundësinë ta vizitoj Romën, sepse Roma është, nuk e di, është realisht poezi. Faleminderit shumë për të gjitha mesazhet, faleminderit shumë. Ndjes që vlogu do vonohet me një ditë, sepse sot është e mërkurë dhe ne po kthehemi. Vetëm nëse unë editoj gjatë ditës. Mund ta bëj. Do ta bëj. Unë do bëj një gjë, sa po të shkojmë në Tiranë, shëndoshë mirë, do ulem dhe edhe pse jam e vdekur, do ulem, do editoj këtë vlogu, sepse sot është e mërkurë dhe dua që vlogu të postohet në orën 3 PM, sepse kështu e do tradita jonë e vogël, edhe ta mbajmë sa më gjatë dhe sa më që unë kam mundësi. Do shihemi shumë shpejt në vlogun javor nga Tirana, ose me ndonjë të papritur, nuk e di. Por ndërkohë ju kam shumë për zemër, edhe mos harroni ta mbështesni këtë kanal me një subscribe, like, comment, vizja të zilkën aty anash që të njoftoheni për çdo postim toni. Faleminderit për të gjitha. Pace! Bye! Bye!